Fetoshi, faleminderit shumë që jeni sonte bashkë me ne. Mirëmbrëma, faleminderit juve. Zoti Fetoshi, derisa policia e Kosovës po vendoset gradualisht mbi urën në lumin Ibër. Lumi Ibër ishte kryetemë e kërcënimit të fundit të Aleksandar Vučić, i cili e përmendi potencialisht mundësinë e ndryshimit të rrjedhës së këtij lumi. Çka do të thotë kjo deklaratë në një moment të tillë? A është vazhdim i asaj retorikës së Serbisë e cila veç po shkon duke u ashpërsuar e për cilën kemi folur shumë herë bashkë në studio? Ashtu si që thatë, për fat keq po shkon duke u ashpërsuar, kemi të bëjmë me një agravim të mëtejshëm të komunikimit strategjik Serbisë kundrejt Kosovës dhe kemi të bëjmë me një fazë të re të strategjisë së viktimizimit Serbisë, e cila tani po përpiqet që të projektoj instrumente shtesë të presionit mbi Kosovën në betejën ndoshta tashmë të humbur, në qoftë se i referohemi asaj që sapo thatë lidhur me tranzicionin e përgjegjësisë për sigurinë edhe në simbolet e më të ndjeshme të retorikës agresive kundër Kosovës nga propaganda serbe, siç ka qenë manastiri i Deçanit dhe ura mbi lumin Ibër, e që gradualisht fillojnë të kalojnë në përgjegjësinë e institucioneve të sigurisë së Kosovës. Pra, kemi të bëjmë me një vazhdim ose zgjatim të kërcënimeve në kuadër të luftës narrative të Serbisë kundër Kosovës, që ka për qëllim të nxjisë destabilizimin e Kosovës, ta mbajë një situatë jo stabile në Kosovë dhe që ka për qëllim të ruaj kontrollin mbi komunitetin serb në Kosovë, me qëllim që të vazhdojë të përdor ata si instrument në betejën politike kundër Kosovës dhe në këtë kuadër mos të harrojmë që strategjia hibride, sidomos kohëve të fundit, ka njohur një zgjerim të madh të taktikave dhe metodave kundrejt edhe vendeve të tjera të rajonit tonë, siç është Malizi, nëpërmjet një përfaqësuesi të Beogradit atje, Kneževićit, për të përgatitur ose për të nxitur një lloj sentimenti që niveli qytetar i Malit të Zi e konsideron të turpshëm vendimin e Podgoricës për njojën e Kosovës dhe mbi këtë bazë krijohet përshtypja që po bëhet një rishikim i qasjes ndaj Kosovës në Ballkanin Perëndimor në përgjithësi, dhe kur ta vendosim këtë në kontekstin edhe të angazhimit secesionist vazhdueshëm nga Dodik në Republikën Serbe në Bosnjë Hercegovinë, atëherë strategjia hibride e Serbisë praktikisht rikthen përpjekjet e saj për projektin e Miloševićit të Serbisë së Madhe, i cili është i kamufluar sot me konceptin e botës serbe. Dhe pikërisht e Serbia e Madhe, kishte një reagim edhe kryediplomati shqiptar Ferit Hoxha, të cilit më pas i ka reaguar Marko Gjurić, duke përmendur edhe Shqipërinë e Madhe. Nuk do të lejojmë që të bëhet Shqipëria e Madhe. Pse ky paralelizim? Ky paralelizim për shkak se ndonë se ata nuk mund ta mohojnë të gjithë strategjinë e cila tashmë ekspozohet gjithnjë më tepër edhe në planin ndërkombëtar. Është në fokus të aktivitetit ton të përditshëm në kuadër të Institutit Oktopus. Mirë po në anën tjetër edhe qendrat e vendosjes ndërkombëtare dhe partnerët strategjik të Kosovës gjithnjë më tepër e kanë të qartë strategjinë hibride të Serbisë, që është kërcënimi kryesor për sigurinë dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor. Natyrisht, nëse i referohemi tazëm vizitës presidentit Begaj në luginën e Preshevës, pikërisht propaganda serbe u përpoq të bënte një simetri të rrajshme, duke thënë që edhe shqiptarët e kanë një projekt të botës shqiptare, me qëllim që të relativizohet kërcënimi që paraqet projekti i botës serbe. Mirë po, në anën tjetër duhet të kemi të qartë që edhe nëse i kthehemi kërcënimit të djeshëm me ndryshimin e rrjedhës së lumit Ibër nga Vučić, mos të harrojmë që në mediat serbe ky u prezantua si plani i mbrojtjes së serbëve në Kosovë në kuadër të narrativës agresive të prezantimit të Kosovës si represive, dhe në pjesën e dytë të fjalisë Vučić jepet po prap dimensioni
ose etnizohet realisht konflikti ose marrëdhënia ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me qëllim në mënyrë që të evitohet Republika e Kosovës si fakt, si realitet geopolitik në rajonin tonë dhe në anën tjetër ajo që gjithmonë politika shoviniste e Serbisë ka projektuar në raport me Kosovën dhe shqiptarët përgjithësi, që ta imponoj një qasje të një nevoje për marrëveshje ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve dhe jo të një normalizimi ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Pra, kjo është si them interpretimi që duhet ta kemi parasysh gjithmonë në kuadër të luftës narrative të Serbisë dhe në kuadër të qëllimeve të strategjisë hibride të Serbisë kundrejt Kosovës, e cila tashmë realisht po demaskuat gjithnjë më tepër dhe lajmi që dham sa i përket urës së Ibrit dhe manastirit Deçanit është një kundërpërgjigje brutale, e cila e qarmatos propagandën e Serbisë në kuadër të synimeve të saj shoviniste të botës serbe. Për shkak se mos të harrojmë që edhe lajmet ose njoftimet për optimizimin e KFOR-it, propaganda e Serbisë është përpjek në vazhdimsi ti deformoj, qoftë si kërcënim ndaj serbëve, sepse zbuklimi i KFOR-it dhe largimi i KFOR-it do të ishte kërcënimi më i drejt për drejt për serbët e mbetur në Kosovë, të cilët janë viktimat spastrimit etnik nga Prishtina zyrtare, qoftë nëpërmjet përpjekjes vazhdueshme të demonizimit të institucioneve të Kosovës. Dhe ajo që KFOR-i, ajo që NATO-ja njoftoi në ditën e çlirimit me 12 qershor të këtij viti, praktikisht sot po fillon të zbatohet me njoftimet nga ana e misionit të KFOR-it për fillimin e tranzicionit të përgjegjësive të institucionet e sigurisë edhe për manastirin e Deçanit edhe për urën e Ibrit si simboli i ndarjes për 27 vjet në Republikën e Kosovës. Dhe këtë thatë se shihni edhe si kundërpërgjigje brutale ndaj krejt kësaj propagande të Serbisë, pra i bie pak a shumë zoti Vetoshi se nuk po ka më efekt kjo propagandë që po e bën Serbia gjithmonë duke luajtur rolin e viktimës, edhe në këtë rast sigurisht e bëri njëjtë. Propaganda serbe për fat keq ka pas efekt dhe vazhdon të ketë efekt nëpërmjet metodave të saj hibride në raport me komunitetin serb në Kosovë. Pra mos të harrojmë që përkundër përpjekjeve të Kosovës që për vite të tëra nëpërmjet diskriminimit pozitiv të jap hapësirë integrimit qytetarëve serb në jetën shoqërore dhe politike të vendit tonë, Beogradi nuk e ka lejuar një gjë të tillë, pra ka pas sukses në parandalimin e këtij integrimi me qëllim që të vazhdoj të instrumentalizoj ata, pra me qëllim që të vazhdoj të përdor si instrumente në betejën kundër Kosovës, dhe kjo mendoj që vazhdon të jetë një prej shqetësimeve kryesore sa i përket pengesave ose kërcënimeve që vijnë nga strategjia hibride e Serbisë kundër Kosovës. Në anën tjetër, po, në raport me nivelin ndërkombëtar të propagandës së Serbisë mund të them që ka pas her pas here shenja kur ne kemi konstatuar që narrativat manipuluese, fushatat e dezinformimit dhe format e tjera hibride të propagandës agresive të Serbisë kundrejt Kosovës kanë pas efekte edhe në nivelin ndërkombëtar, nëse e masim atë me gjuhë të ashpër dhe kritika të herpashershme ndaj Republikës së Kosovës sa i përket veprimeve për sundimin e ligjit, mirëpo në përgjithësi mund të konstatojmë që te partnerët strategjik normalisht nuk kemi vërejtur një sukses të kurtheve mashtruese të propagandës së Serbisë dhe kjo po konfirmohet, besoj, me njoftimet e sotme për fillimin e transferimit përgjegjësive të sigurisë në manastirin e Deçanit dhe urën e Ibrit si dy simbole të modelit të menaxhimit të drejt për drejt nga ana e KFOR-it, e që normalisht e demantojnë ose e qarmatosin në mënyrë shumë domethënëse
propagandën agresive të Serbisë kundër Kosovës. Dhe fundi zoti Vetoshi, kur preken resurset natyrore, sikur çështja e ujit, sigurisht jashtëzakonisht jetike, jashtëzakonisht e rëndësishme, përpos edhe kufizime ndërkombëtare që e ndalojnë një gjë të tillë absolutisht për të mos krijuar panik tek njerëzit, si duhet veprojë Kosova? Duhet ta trajtojë si një kërcënim ndaj sigurisë së saj kombëtare edhe faktin se Vučić guxon ta përmend ndryshimin e rrjedhës së lumit Ibër? Duhet natyrisht mos të harrojmë që në vitin 2020 në kuadër të marrëveshjes Washingtonit është trajtu kjo çështje edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ujmani dhe rrjedha e Ibrit konsiderohet çështje e rëndësisë rajonale sa i përket sigurisë. Natyrisht në anën tjetër duhet kemi parasysh edhe konventat ndërkombëtare që e pamundsojnë një veprim të tillë. Mirë po, natyrisht deklaratat e Vučić të djeshme janë kërcënim për Kosovën, në qoftë se ato lexohen si plani për mbrojtjen e serbëve në Kosovë. Pra mos të harrojmë që ai deklaroi ta shohim pastaj se ç'do të bëjnë shqiptarët, dhe kjo ishte tendenca e tij që jo vetëm ta trajtoj këtë kërcënim si një lloj akmarrje ndaj me efekte mobilizuese në planin e brendshëm, besoj, në radhë parë, por edhe si gjuhë retorik hakmarrëse kundrejt Kosovës, por duke etnizuar, siç e thash pak më herët, për shkak se ata me çdo kusht janë kujdesur gjithherë që ta përjashtojnë Republikën e Kosovës si realitet gjeopolitik në Ballkan, dhe mbi këtë bazë, natyrisht Kosova duhet ta trajtojë me shumë seriozitet, duhet ta trajtojë në nivelin e komunikimit intensiv me partnerët strategjik, ndonse nuk ka gjasa të ndodh ajo që është fjalia e parë e këtij kërcënimi që lidhet me devijimin e rrjedhës lumit Ibër. Mirë po, në anën tjetër kjo e shpërfaq logjikën fashiste, do të thosha, të strategjisë hibride të Serbisë kundër Kosovës, në qoftë se kemi të bëjmë me përdorimin e resurseve natyrore si instrumente presioni ose si instrumente hakmarrëse kundrejt një komuniteti tjetër, pra siç i përmendi shqiptarët, dhe mbi këtë bazë mendoj që do duhej të kemi një kundërpërgjigje strategjike nga ana edhe e faktorëve relevant ndërkombëtar, me qëllim që të mos lejohet synimi i komunikimit strategjik të Serbisë, dhe synimi i komunikimit strategjik të Serbisë është normalizimi i gjuhës së dhunës, normalizimi i spastrimit etnik, normalizimi i rikthimit të projektit Miloševićit në rrethonat e sotme gjeopolitike, për shkak se një gjë e tillë nuk guxon të lejohet të normalizohet, dhe mos të harrojmë, deklaratën e djeshme duhet ta shohim si zgjatim të deklaratave gjithashtu me tone të forta të Vučićit në ceremoninë përkujtimore të operacionit Stuhia 3 ditë më parë, dhe gjithashtu si vazhdimsi ose një lloj kulmimi narrativ të deklaratave të ministrës Paunović më herët, ose të veprimeve heroizuese për kriminalet e luftës dhe për të dyshuarit që ka arrestuar policia e Kosovës lidhur me masakrën e Reçakut. Pra këto janë veprime të cilat tregojnë për një sistem të koordinuar dhe shumë nivelesh të propagandës së Serbisë kundër Kosovës, dhe mbi këtë bazë duhet të ndërtohet një kundërpërgjigje strategjike e cila në plan të parë ta mbajë gjithherë një komunikim intensiv me partnerët strategjik të vendit tonë. E qartë, zoti Vetoshi, faleminderit shumë për gjithë këtë analizë që kemi bërë krejt këtyre zhvillimeve të ditëve të sotme, në atë që kemi diskutuar shpesh herë, por duket se do të diskutojmë edhe shumë herë të tjera. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi, faleminderit. Gjithashtu. Në ndërkohë pikërisht tek ura mbi lumin Ibër, për cilën folëm gjere gjatë në studio, ndodhet kolegja e unë Altiana Zoga,